Po shohim një rënje të ndjeshme të natalitetit, është një trend mbar kombëtar, nëse do t'i referoheshim këtu stresit hormonal, të një gruaje e cila mund të çojë në mos funksionim të vezorave, ndryshime në ciklin e saj dhe komplikime gjatë shtatzanisë. Pra mund ta kemi stresin si kryefjalë Patjetër. të kësaj problematike, jo vetëm në vendin tonë, por e them Nuk mbar botrore. di të të them për sa i përket të frekuencës ose incidencave që ekzistojnë në botë, por patjetër që ka një trend ulje për sa i përket lindshmërisë. Patjetër njëri komponent është ai që është stresi, arsyeja kryesore që një pjesë e mirë e këtyre grave po përballen me ato që ne themi pauzë të fertilitetit që në mosha shumë të reja dhe të pa deklaruara edhe në literaturë. Por mos harrojmë edhe faktin që femra tashmë është një femër e cila do të jetë realizuar si femër, një femër që bën mbi dy punë. Është jeta e përditshme e tillë që ti nuk e ke luksin të bësh atë tetorshin dhe gjithë pjesa tjetër është e jotja dhe të menaxhosh ti ditën dhe jetën tënde ashtu si çdo. Them që dhe kjo ka ndikuar shumë. Nuk është e rrallë tashmë të hasësh në praktik femra të cilat marrin vendimin të kenë një fëmijë për herë të parë mbas të 35-ave. Kjo mund të jetë një arsye. Shkaqe pastaj stresi, kequshqyerja, patologjitë autoimune dhe problematika të tjera mbeten dhe ato një kontribus i vërtet i këtyre problematikave, por ka një trend është e vërtet në rënje të lindshmërisë, të qëllimshme të pa qëllimshme në një farë mënyre.